Life is a winding road, no telling where it goes. Driving through days and nights, won't stop for traffic lights. Përshëndetje që të gjithëve, për ju që s'më keni parasysh ndonjëherë, unë jam Albana dhe mirë se erdhët në kanalin tim. Sot kemi një tjetër vlog dhe është 24 orë me mua. Tani, nëse do të them 24 orë është gënjeshtër pasi jam larë, kam ngrënë mëngjesin, jam bërë gati, të cilën e kam regjistruar, por gjejeni pak. Kamera ishte në zhull, edhe nuk duke as dhe një gjë, dukesha kështu si perëndi me një shkëlqim rreth për qark meje. Mirë mëngjes nga Gjeli. Dhe me pak fjalë nuk kemi 24 orë, po do të jemi më pak, kështu që jam bërë gati. Kam veshur pantallone lino të bardha, këtë kopin e bardhë, edhe këtë butter yellow, një këmish lino butter yellow, çantën, edhe tani me njëherë do të ikim në dyqan. Sot është një ditë e ngarkuar, kështu që kemi plot gjëra për të bërë. Tani përpara se të harroj do të marr disa varse, sepse kur çoj te dyqani do të tregoj se çfarë më ndodhi me një kliente të Sharmit. And I really wanna know if I will ever figure out where the road Ndalesa e parë të pastrimit kimik se do marrim diçka. Even if I'm falling down, I will keep on searching for my highs. Era në dyqan, dalesën e parë bëra tek pastrimi, sepse do të marr diçka që do t'i dorëzojmë një nusje sot. Mirë, po nuk ishte ende gati, sepse ajo shenja që ishte bërë nuk ishte hequr me herën e parë, kështu që do ma sjelli vetë ajo goca, jemi shumë afër, dhe thash të tregoja për atë incidentin e varses së fustaneve. Tani ju shikoni si kemi varset e Sharmi. Jo, kam treguar dhe në vlogun që ne kemi bërë përgatitjet. Varset tona janë këto, që janë enkas për fustanet nuserie, mbajnë peshë për fustanet e nuserisë, domethënë janë bërë enkas me detajet e të gjitha. Tani, një varse e tillë kushton. Ne ja dham me fustanin e Sharmit, një prej nuseve tona, dhe varsja na erdhi e tillë. Ka ardhur super e dëmtuar. Shikoni këto se si hiqen. Për ne që jemi biznes i ri, normalisht që kjo gjë na dëmton, prandaj thash do t'ja u jap me varset e tjera. Varset që i mora nga shtëpia dhe janë sërish druri, po janë në këtë ngjyrën e drurit kështu. Do t'i vendos logon ton këtu, ta vendoste tani, që ta shikoni dhe juve. Normalisht nuk do t'jetë e njëjta personalizim si që është ai varses originale, por kam si këto edhe do t'i vendos këtu në mes të kësaj për ta bërë sa më nice, sa më cute. Tani me thënë të drejtën nuk doli keq, jo keq, por ka dalë shumë lezetshëm. Shumë këndshëm. Okej, më pëlqen, se po mendoja nëse nuk do më pëlqen dhe do përdora sërish do rrezikoja varset, po okej. Nice. Edhe tjetra. 2. Si fillim, do marrë të tjerat sepse nuk po i gjeja ku i kam. Mendoni që këto varset i kam bler kur kemi dalë veç me Denisin në shtëpi me qira këtu në Tiranë, nëse e mbani mend, dhe i kisha te shtëpia që të gjitha. Shikoni pak dhe lulet që kam në dyqan, kam filluar që të çelin, edhe pse këtu nuk bie kur dielli. Me këtë lulen këtu je super e mbrojtur, sepse nuk ka nevojë që të ujtet shpesh. Domethënë, ujtet një herë në 6 muaj, kështu ka thënë Kristiana. Ndërsa këto lulet e tjera mos i vini re, ju lutem. Nuk e di çfarë t'ju bëj, realisht nuk e di. You can say I lost my mind, I will keep on holding my head high, even if the sky is falling down. Tani nuk kam filmuar shumë sepse kisha një nuse e cila provoi disa fustane edhe zgjodhi 2, një siren edhe një të fryrë, dhe tani
ora ka vajtur 2:01, ndërkohë që unë në 2:30 do më vi nusja tjetër që ne të shkojmë te rroba qepsja për të provuar ajo fustanin që ne kemi qepur për ta. Dhe në orën 5 do më vi nusja tjetër që do të marrin fustanet dhe ka këtë fustanin këtu që është thjesht fantastik, do ta kthej kamerën nga mbrapa dhe do t'ja tregoj. Edhe këtë fustanin e famshëm, të cilin e ka veshur dhe Bruna, që e ka zënë për videoklipin. Tani, po i bëj këto gati edhe të pres dhe të iki te rroba qepsja me nusën tjetër dhe pastaj të vi sepse kam edhe disa takime sot, kështu që po i paketoj edhe kthehemi. Ju premtova që do t'ja tregoj fustanin dhe është ky këtu. Realisht është thjesht fantastik, në varë se nuk duket aq bukur, por nusja që e ka zgjedhur sikur është bërë fustani për të. Shikoni pak, është i gjithi, shikoni si shkëlqen. Nuk e di domethënë, thjesht fantastik. Kam vendosur dhe koshin këtu që mos ta harroj. Dhe paketimi është gati. Kaloj pak kohë, nusja që do vinte nuk ka ardhur akoma. Mirë ka bërë sepse për pak do harroja vellot e kokës. Tani kam bërë gati 3 vello këtu. Njëra është pana, që është kjo e sipërmja, dhe 2 të tjera janë të bardha, por janë me gjatësi të ndryshme. Me sa mbaj mend unë tani, copa ishte më shumë e bardhë, anonte nga e bardha domethënë. Por që të jem brenda, po e marr dhe panën dhe mos të shkoj rruga kot, domethënë deri te rroba qepsja, kështu që kjo gati. Tani të pres kur të më telefonoj nusja. High, even if the sky is falling down. Ja ku jam në dyqan dhe ora ka vajtur 5. E mendoni ka vajtur 5. Për mua nuk ka mbaruar akoma kjo ditë, por t'ju tregoj pak a shumë se çfarë bëm dhe çfarë pam tek tezja, domethënë te rroba qepsja e fustanit për nusën tonë të qershorit. Ajo çfarë unë tregova është thjesht pjesa e starit. Ne kemi bërë gati formën në një ditë tjetër dhe çdo gjë tjetër që nusja dëshironte. Sot kemi hequr disa gjëra dhe kemi shtuar disa gjëra të tjera sepse nusja kishte ndryshuar mendje për disa gjëra të vogla. Megjithatë, mund të them që është një nga nuset më chill që neve kemi pasur, nuk e di, e ka organizuar këtë fejes dasmën e saj brenda 30 ditëve, kështu që fustani është bërë në mënyrë shumë të shpejtë dhe ka dalë shumë nice. Domethënë, sot po e provonte, nuk e di, i rinte shumë mirë. Ajo pjesa që ishte bërë, se kemi akoma punë. Jo nesër, po pas nesër, unë do iki sërish te tezja, sepse do t'i rregullojmë edhe vellon e kokës, edhe shamin, që do ta bëjmë iniciale sigurisht, për ata të dy, edhe, po, vetëm kaq do të them që jam shumë e lumtur që ka ecur kaq mirë dhe shpresoj shumë që dhe ajo të jetë e kënaqur. Që deri tani kështu ka thënë, kështu që shikoni nuset që nuk keni ardhur akoma të sharmi dhe nuk e keni provuar si eksperiencë, çfarë po humbisni. Tani po pres nusen që të marrë fustanet që unë bëra gati përpara sa të ikja dhe u pres një nuse tjetër që do vi të provoj, kështu që kemi pak punë sot dhe ende nuk na ka mbaruar dita. Një nga ato shumë punët është edhe kjo mbajtja e rrobave këtu, që unë e mora online, me thënë të drejtën në një faqe shqiptare. Nuk e erdhi fix siç e kisha porositur, por që gjithsesi punën e vet e kryen, është gold, si çdo mbajtje tjetër këtu. Kur e porosita, në fakt e mendova për diçka tjetër, mirë po derisa të bëhet ajo gjëja tjetër, thash të vendos vellot e kokës dhe i kam ndarë në pana edhe të bardhë. Nuk e di nëse ju ndodhet dhe juve dhe më vjen të qesh me vete në këto momente, pasi në ditët që janë më të zëna, vendos të ndryshoj dhe manikinin edhe më thoni pak, e njihni këtë fustanin? Apo nuk e njihni? Ndërkohë që unë ju tregoj gjërat që kam rregulluar, doni të shikoni gjërat që nuk kam rregulluar. Këtu ende nuk më ka ardhur pasqyra me dritën LED që të shkëlqejnë kurorat, kam porositur dhe kurorat të reja, kështu që merrni vetëm me mend se sa punë dhe se sa gjëra duhet të rregulloj. Dhe rrëmuja e vërtet qëndron pas kësaj derës këtu. Okej, që ju do ta shikoni tani, por mos më gjykoni, por nuk kam çfarë të bëj. Kjo është zyra ime, edhe njëkohësisht dhe magazina, edhe shikoni pak si është. Kjo kutia e varses që kam vendosur vellët që ju tregova, nuk e di, realisht ja. Dërasa gjithandej sepse duhet montuar dollapi që duhet të vendoset këtu për të mbajtur çdo gjë brenda, një frigorifer të vogël që do ta marr, nuk e di domethënë. Nuk hy fare këtu vetëm për të ndezur dhe për të fikur dritat, kështu që më mirë dal në dyqan.
shpjeguar çdo gjë, se do t'i kjo varë që ai ku i Jumping këtu from me cliffs ndosa so fustani high. tim të pista e biçerisë. Trusting our wings to fly. Sometimes we cry. Si përfundim, kam ardhur në shtëpi, sot ka qenë një ditë realisht e ngarkuar për mua, jam super e lodhur, do të ha diçka se nuk kam ngrënë as edhe një gjë. Dhe thash ta mbyll këtu këtë vlog, edhe pse nuk e di sa i gjatë ka dalë, por besoj e keni kuptuar pak a shumë se si e kaloj unë një ditë të sharmi. Edhe faleminderit që më ndoqët, mos harroni të më suportoni me një subscribe edhe ju dërgoj shumë përshafime.